Presidenti Amerikan Donald Trump thuhet se është gjithnjë më i pakënaqur me ecurinë e konfliktit me Iranin, i cili ka hyrë në muajin e 5 pa një zgjidhje të qartë. Pavarësisht pritshmërive të tij se lufta do të përfundonte brenda pak javësh. Sipas një raportimi të Wall Street Journal, gjatë një takimi në zyrën ovale, Trump ka shprehur zëmërim për zgjatjen e konfliktit dhe ka përdorur tone të ashpra ndaj udhëheqjes iraniane, ndërkohë Shtetet e Bashkuara poshtojnë praninë ushtarake në lindjen e mesme, duke i dhënë presidentit më shumë opsione në rast të një përshkallëzimi të mëtejshëm të operacioneve. Trump deklaroi se problemi i Iranit po zhduket dita ditës, ndërsa theksoi se kontaktet me Teheranin vazhdojnë. Megjithatë, përpjekjet diplomatike nuk kanë dhënë rezultat, sipas raportimit një propozim për armëpushim i paraqitur nga kryeministri irakian Ali Al-Zaidi gjatë një vizite në Iran është refuzuar nga autoritetet iraniane, të cilat kanë deklaruar se pengesa kryesore mbetet qasja e Washingtonit. Në të njëjtën kohë, administrata amerikane kërkon mbështetjen e vendeve evropiane për garantimin e sigurisë lundrimit në ngushticën e Hormuzit, një prej korridoreve më të rëndësishme për tregtinë botërore të naftës. Raporti thekson se në shtëpinë e bardhë ekzistojnë dhe shqetësime politike lidhur me ndikimin e luftës në zgjedhjet e ardhshme të mesmandatit. Disa këshilltarë të Trumpit druajnë se rritja e çmimeve, viktimave amerikane dhe rënja e mbështetjes publike mund të dëmtojnë Partinë Republikane. Sipas një zyrtari të lartë amerikan cituar nga Wall Street Journal, Trump vazhdon të besojë se Irani reagon vetëm ndaj forcës ushtarake, çka ka bërë që sulmet ajrore të vazhdojnë. Megjithatë, ai ende nuk ka miratuar një operacion toksor për shkak të kostove të larta njerëzore dhe politike që një vendim i tillë do të sillte. Paralelisht, Pentagoni po monitoron me shqetësim përdorimin e rezervave të municioneve, ndërsa janë shtuar edhe masat e sigurisë për presidentin Trump dhe bashkëpunëtorët e tij, mes frikës për kërcënime të mundshme nga Irani.